njeriu ka një cilësi jashtëzakonisht të rëndësishme, ose ka një aftësi të rëndësishme, që bën jashtëzakonisht qendje të veçantë. Ajo është aftësia për t'u penduar, aftësia për t'u kthyer te Zoti. Pra njeriu e qenie që për herë mund t'i sanoj gabimet e të kaluarës, nëse kthillet, nëse i kthehet origjinalitetit, nëse i kthehet Zotit të tij të madhreshëm. Prandaj ne themi gjithmonë, por për fat keq e themi vetëm në raste të vdekjes, kur na vdes dikush i afërt. Te Allahu t'jemi dhe te ai do të kthehemi. Po është e vërtet në raste të vdekjes, por ne do të duhej këtë ajet ta përdorim edhe kur jemi gjallë. Pra, në çdo sfidë të jetës, në çdo udhkryq të jetës, në çdo moment kur ne mund ta lakojmë rrugën e vërtetë, ta humbim rrugën e vërtetë, të bimë në sprovë, ne kur s'do të harrojmë se jemi te Allahu dhe te ai do të kthehemi, po jo vetëm të vdekur, por do të kthehemi edhe të gjallë. Prandaj shpresoj se këto net dhe këto ditë bekuara të këtij muaji do të na shërbejnë për t'u kthyer te Zoti i Madhreshëm dhe për t'u kthjell